Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e radhës të projekti Grave në Uniform. Sot jam e nderuar të kem në studio Juliana Gjegja, është komandante e grupit të antikontrabandës. Juliana, përshëndetje, faleminderit që na u bashkuat. Faleminderit për ftesën. Së pari dua të bëj një falënderim ambasadës britanike për gjithë projektin e krijuar të Aleancës Grad në Uniform dhe të gjithë përpjekjet e këtij projekti për të nxjerrë në pa gjithë kontributin që këto gra japin në shoqëri, në punën e tyre. Shumë faleminderit dhe është vërtet për të theksuar kjo mbështetje që na ka bërë të mundur dhe këtë projekt. Juliana, do të dëshiroja përpara se të arrinim tek ajo që neve jemi bashkuar sot për momentin e se si ju jeni bashkuar në Uniform. Do të dëshiroja diçka më tepër për teje. Si ka qenë rrugëtimi juaj përpara se sa të afrohej në Uniform? Atëherë, unë jam pjesë e administratës doganore shqiptare prej 6 vitesh dhe para 4 vitesh dëgjojmë që një konkurs për herë të parë do zhvillohej një konkurs për të filluar femra në drejtorinë e antikontrabandës, punë e cila në përgjithësi gjithmonë është bërë vetëm nga meshkuj dhe mu duk diçka interesante, një sfidë e re, pse jo? Aplikuam dhe arritëm që ta fitonim konkursin dhe nisëm punë dhe prej 4 vitesh jam pjesë e kësaj drejtorie. Më përpara pa uniform, por ideja që do ishim me uniform dhe të tregonim dhe ne veten tonë dhe pse jo në një punë që edhe pse në përgjithësi është kryer nga meshkuj, të tregonim që edhe femrat din të drejtojnë, din ta bëjnë punën më së miri. Më pëlqeu shumë si ide dhe doja të sfidoja veten që të tregoja dhe unë dhe kolegët e mia bashkë që edhe femrat mund ta bëjnë këtë punë dhe ta tregojnë veten e tyre që janë të afta. Dhe me shumë përkushtim jemi këtu ku jemi sot. Jam shumë e sigurt për përkushtimin tuaj. Juve ju motivoi pikërisht ajo që mesazhi që sapo na dhat apo profesioni, një rrugëtim i paditur deri dje? Gjëja kryesore normalisht ishte diçka që nuk e kisha menduar, jo më që do isha pjesë e saj, dhe pse jo të zhvilloja karrierën time, është një profesion mjaft i bukur. Dhe mendoj që me shumë përkushtim, me shumë punë, për këto 4 vite ja kam dalë më së miri dhe mendoj që po e zhvilloj akoma dhe më shumë karrierën time. Ju përmendet pak momentin e parë që ishte për herë të parë ky konkurs. Deri dje nuk ka patur uniform për këtë lloj pozicioni, si ka funksionuar? Jo, ky lloj pozicioni ka qenë gjithmonë me uniform, por normalisht është shkruar vetëm nga meshkuj, ka qenë punë meshkujsh dhe femrat ishte risi femrat në këtë lloj, në këtë drejtori dhe mendoj që kemi sjell diçka shumë ndryshe dhe kemi treguar që një rol drejtues mund ta bëjë edhe një femër, mjafton që të jetë e aftë dhe e përkushtuar. Më shpjego pak si funksionon sistemi, më thënë pikërisht drejtoria juaj, si jeni? Drejtoria jonë është e përbërë nga 17 grupe. Ne jemi drejtoria antikontrabandës, kryesisht unë jam në sektori antikontrabandës toksore, që është e përbërë nga 17 grupe. Grupet janë të shpërndara në të gjithë terrenin, në çdo pikë doganore të Shqipërisë dhe shërbimi jonë është shërbim javor. Normalisht çdo grup është i shpërndarë në çdo pikë për një javë, atje ku jemi të caktuar nga grafiku që e kemi çdo javë. E kuptoj. Në çdo, më thënë, ky grup prej sa personash është? Grupi është i përbërë nga 3 persona. Shërbimi merret nga e diela në të diel, është javor. Në moment është 4 javë shërbim dhe 1 javë e kemi pushim. Sa vajza jeni në këto 17 grupe? Në këto 17 grupe, fillimisht kemi qenë 3 grupe vajzash, por për shkak të angazhimeve ose arsyeve personale, për moment aktualisht jemi vetëm 4 femra. Do me thënë, ti më paraprive pyetjen që unë sapo doja të thoshja. Thatë që ishte deri para 4 vite ishte një profesion që nuk kishim vajzat e gra brenda këtyre grupeve. Çfarë do me thënë për juve që keni qenë pionierët? Ka patur vështirësi, ka patur përkraje? Patjetër që ka pasur shumë vështirësi. Cila për shembull? Vështirësi që edhe të tjerët ta pranojnë që edhe femrat mund ta bëjnë këtë punë. Normalisht kur shkon në një ambient që është i gjithë me meshkuj, normalisht
është pak e vështirë që të ambientohesh si fillim dhe t'ju tregosh gjitha aftësitë e tua dhe që mund edhe ti të përshtatesh me atë punë që ndoshta deri dje kanë kryer vetëm meshkuj. Okay. Por që patjetër kemi pasur edhe përkraje, normalisht nga familja gjithmonë, por edhe nga drejtuesit tan. Ka qenë një përkraje shumë e madhe nga ana e drejtuesve. Mendon se ky lloj në mënyrë se si organizuar puna juaj çdo javë në vende të ndryshme është akoma argëtuese për juve, apo kjo ka qenë një nga arsyet që juve ju pëlqeu kjo lloj pune, që jeni çdo herë në vende të ndryshme, nuk është e mërzitshme? Normalisht nuk është e mërzitshme, sepse je çdo javë në një pikë ndryshe nga tjetra, por që është edhe e vështirë goxha, sepse të duhet të shkëputesh. Normalisht është pak më vështirë që të vazhdosh edhe pjesën e jetës, ta mbash edhe jetën personale edhe pjesën e punës, por që me pak sakrificë mendoj që ja del. Kuptoj. Një nga pyetjet që na vjen shpesh herë dhe na vjen shumë natyrshëm është sa brezi që ka disa vite eksperiencë në punë e përqafon brezin e ri. Dhe sa kanë qenë ky brez për juve ndihmues në procesin tuaj të punës? Brezi normalisht brezi vjetër sigurisht që ka eksperiencën, por që ne na kanë përkrahur goxha dhe normalisht komunikimi dhe gjithë përshtatja me ta na kanë ndihmuar shumë. Dhe pse jo, kemi marrë goxha njohuri, kemi mësuar goxha nga ata. Juve vetë si brezi i ri, sa shpejt i keni përqafuar mentor, pra a keni, dhe nuk po flas vetëm personalisht, doja të dija diçka se sa të rinjt janë, sepse një nga debatet që bën shpeshherë është që brezi me eksperiencë shumë ankohen, sepse ne kemi eksperiencën, por brezi i ri mendon se i di të gjitha dhe nuk na afrohet. Tek juve sa tek drejtoria juaj, në përgjithësi sa ekziston ky lloj mini konflikti profesional? Përqasja një mentori, a do të dëshironi ta kishit? Patjetër që dëshira shumë e madhe që të mësosh dhe puna jonë është e tillë që sado që ti mendon se din, ka pafund gjëra akoma për të mësuar. Shumë bukur. Një nga pikat që ne dëgjojmë shpeshherë në takimet me vajzat në uniform është pikërisht edhe mund të themi, nuk e di nëse jam e saktë të themi, nga vetë departamentet ndryshme ka trajnime të vazhdueshme. Këto trajnime janë gjithmonë me prirje të rrisin kuota drejt vajzave. Është dhe kjo në drejtorin tuaj, pra këtë përkëdhelje mund të themi ndaj kuotave e keni patur dhe juve? Është e vërtet. Ne pjesa e trajnimeve na ka ndihmuar shumë dhe normalisht kjo ndoshta na ka ndihmuar edhe më shumë te pjesa e punës dhe edhe te pjesa e femrës, na ka ndihmuar goxha. Kuptoj. Sa e vështirë ka qenë për juve të thyeni stereotipin jashtë pune, sepse e kuptova deri tashmë brenda pune, për shkak edhe të procesit të punës, duhet ta përqafosh kolegun dhe të ecësh përpara për sa i përket anës profesionale. Por për sa i përket thyrjes së stereotipit jashtë pune, sa e keni ndier juve këtë pjesë? Patjetër që kudo që të shkosh, këto do t'i kesh këto vështirësitë dhe normalisht pabarazia ka qenë gjithmonë, që e ndajnë që vetëm meshkujt mund ta bëjnë një punë me uniform, por besoj që femrat ja kanë dalë më së miri dhe me punën e tyre besoj që i kanë bindur dhe të tjerë që mund ta bëjnë edhe ato njëjtën punë që e bëjnë meshkujt ose që e kanë bërë historikisht meshkujt. Kuptoj. Shkollimi juaj, edukimi juaj profesional kush ka qenë? Kam studiuar për financë kontabilitet. Kuptoj. Dhe kur ishte duke studiuar, e kishe menduar ndonjëherë këtë lloj rrugëtimi? Jo, nuk e kam menduar kurrë. Është domethënë një nga profesionet që nuk e kisha menduar asnjëherë. Tashmë që jeni është shumë e prekshme, çfarë mund t'i thosh vetes tënde kur ishe studente, që pse nuk e ke parë kurrë këtë lloj drejtimi, pse s'e ke parë kurrë uniformat, sepse kjo është një nga pikat që ne duam të frymëzojmë vajzat që janë duke studiuar profesione të ndryshme, t'i afrohen uniformës. Sepse në moment çdo student për degën që ndjek, normalisht mendon kryesorën, po marr veten time meqense kam studiuar financë kontabilitet, normalisht kam menduar të parën fare financiere ose diçka që lidhet thjesht me pjesën e financës. Por ka pafund profesione dhe ja si ky që jam sot që të pëlqen ndoshta edhe pse s'e ke menduar, ndihesh shumë mirë dhe e bën me shumë pasion. E kuptoj. A e shikon veten tuaj për kaq kohë në vazhdimsi me këtë lloj profesioni që jeni duke xhiruar nga një qytet në tjetrin, nga një kufi në tjetër? Është pak e vështirë, patjetër që ka ato vështirësitë e veta, se normalisht je afër, po je edhe larg familjes, por që
Mendoj që do vazhdoj ta bëj me shumë përkushtim, me shumë pasion. Mendoj që mund vazhdoj akoma dhe më shumë. Të paktën deri tashmë, të gjitha vajzat që kemi marrë në këtë serial podcastin intervistë, shikojmë shumë entuziazëm, pavarësisht viteve dhe eksperiencës së gjatë të tyre, të shkurtër apo të gjatë, pra nuk do të doja të thosha që do të mungoj ky motivim në të ardhmen. Kjo lloj profesioni ka ndonjë rritje në karrierë, ka ndonjë grad më lart se sa çfarë ju jeni duke bërë sot, pra ku mund të arrini me këtë lloj profesioni? Momentalisht unë jam komandante grupi në drejtorinë e antikontrabandës. Por më lart se sa kaq, çfarë ka më lart se sa komandante? Më lart se kaq nuk është se prandaj doja të dija, domethënë kush është pika juaj më e lartë nga ana profesionale dhe grada që ju mund të arrini. Pra jeni në kulmin e suksesit tuaj, mund ta themi. Po. Tani do arrim pak tek pyetjet e sikletshme që kanë të bëjnë pikërisht me entuziazmin tuaj me punë, por nga ana tjetër e përmendet disa herë sepse që ju do të keni me familjen. Dhe me sa kuptova, familjet juve nuk i drejtuar një familje personale, por drejtuar prindërve, vëllezërve dhe motrave. Ka qenë ky rrugëtim i vështirë për të përzgjedhur partnerin, mund ta themi? Po, ndoshta edhe ndikon, ndoshta edhe nuk ndikon. Do me thënë, ju mendoni që në të ardhmen patja një partneri, patjetër e fëmijëve, a do vendosë ty përpara një sfidë për zgjedhje, kë do të zgjidhje ose kë do t'i kushtojë më shumë kohë? Ndoshta edhe mund të ndodhi që të... A e ke menduar se shikoj që se pas ke menduar? Jo, të gjitha pa përgatitur. E kam menduar, po ndoshta edhe mund të ndodh që dikush të ta bëj të shty të zgjedhësh ndoshta midis profesionit. Jo, nuk them vetëm personi, por duke patur fëmijët, burin, familjen, a do të vendosë para një sfide që ti do të... Patjetër që është sfidë, sepse ti duhet krijosh një ekuilibër midis jetës personale dhe asaj profesionale, por që mendoj duke vendosur një balans midis të dyave, ndoshta dhe arrin ta menaxhosh. Patjetër është e vështirë, sidomos nëse ti je familjare, je me fëmijë, është akoma dhe më shumë e vështirë. E kuptoj. Në grupin tuaj të punës ka dikë që është me fëmijë? Po, njëra nga vajzat është me fëmijë. Dhe pikërisht kjo lloj sfide është pjesë e diskutimeve tuaja që ku do, do të them, balanci që duhet të gjejmë me familjen? Është, sepse për ato normalisht është shumë e vështirë se sa për ne vajzat e tjera dhe ka sakrifikuar realisht shumë. Por në moment që ti e ke me shumë pasion dhe mendon që ti arrin ta bësh, vazhdon akoma, mendoj që mund ta gjesh balancën midis të dyjave. Meqense jeni një nga vajzat që keni arritur suksese në karrierën tuaj dhe jeni një vërtet një motivim dhe një frymëzim për vajzat e reja dhe jo vetëm për dhe kolegët tuaja. Çfarë mund t'i këshilloni ose çfarë mund të na ndani në momente nga rrugëtimi juaj se si mund të jesh një vajzë arritur në karrierë? Si ato mund të ndjekin hapat tuaj që të arrin grada kaq të larta sa ju keni arritur? Gjëja kryesore mendoj duhet të jetë pasioni që ti ke, nëse ti do diçka, nëse ti ëndoron, nuk ka asgjë që mund të të ndaloj. Duhet të kesh shumë vetbesim te vetja. Domethënë, atë ide që ti ke, duhet ta zbatosh dhe ta arrish ashtu si ti e ndjen. Duhet punosh patjetër shumë, duhet edhe të dëgjosh, po edhe të dëgjojnë. Hapat e tyre për sa i përket, mund të themi, përgatitjeve, trajnimeve. Sa mund të mëshojmë këtu? Sa duhet ato të ulen dhe të lexojnë, sa ato duhet të kërkojnë këto mundësira? Çfarë mund të na ndash diçka? Për pjesën e trajnimeve, patjetër që përveç njohurive që ti mund të kesh, trajnimet janë një pjesë shumë e rëndësishme, sepse ti trajton tematika nga më të ndryshme dhe plotëson të gjitha njohuritë tua për qenë sa më e kompletuar dhe të dish se si ti përballosh të gjitha çfarë mund të hasësh në ambientin e punës. Ka të ke një rritje profesionale dhe mos të ndalojnë kurrë te kjo pjesë. Por për sa i përket asaj çfarë është gjithmonë problemi i përditshëm, që është pikërisht puna në terren. Quhet vështirësi për juve, quhet motivim, quhet entuziazëm. Çfarë mund t'i rekomandoni pikërisht që puna në terren nuk është aq paragjykuese sa ç'ne mendojmë? Realisht nuk është aq paragjykuese. Normalisht nëse ti ambientohesh në vendin ku je, duhet të dish komunikimi, besoj që është pika kryesore, të tregosh veten tënde se kush je.
Mendoj që ja del që ta bësh punën njësoj si edhe një mashkull mund ta bëj. Keni patur sfida në momentet e para, nëse do kujtohesh, se di që tashmë janë i vendosur me kujtime të bukura. Patjetër që po. Domethënë një nga sfidat më kryesore ka qenë pjesa e barazisë gjinore që në momentin që ti po hyn në një ambient që ka qenë gjithmonë me meshkuj, domethënë je i detyruar që ta ambientohesh, t'i njohësh, të fitosh respektin, t'ju tregosh atyre se kush je dhe që pse jo mund t'jesh në një nivel dhe të bësh të njëjtën punë si ata. E kuptoj. Po me mund të themi, meqense ju jeni në terren, jeni direkt në kontakt edhe me personat që juve kontrolloni. Sa e vështirë është pikërisht ky lloj komunikimi? A ju është dashur që të përballeni? A keni patur konflikte? A keni patur momente jo të bukura? Realisht mendoj që pjesa e femrës ndoshta edhe e zbut pak, edhe nëse një situatë mund të jetë pak ndoshta me meshkuj mund të jetë më e tensionuar, pjesa me femrën ndoshta nga vetë natyra e femrës mund të krijojë një situatë më të qetë dhe mund të vazhdoj puna pa probleme. Deri tani nuk është se kemi pasur asnjë lloj problematike. Puna ka vijuar normalisht. Kuptoj. Do të thënë ju po kaloni nga anët e avantazheve, pra të qenurit e të dyja gjinive në një profesion që nga më shumë me avantazhe se sa me disavantazhe. Mendoj se po. E kuptoj. Nëse unë do të merrja në një auditor me studentët, çfarë do të ishte një nga mesazhet ose disa nga mesazhet që ti do t'ia drejtoje, qoftë siç edhe përmenda pak përpara, student profesioneve të ndryshme, qoftë student të Akademisë së Rendit. Çfarë mund të ishin ose kush mund të ishte një nga mesazhet që ti do të drejtoje vajzave? Ndoshta secila vajzë kur e dëgjon si profesion ose thjesht kur shikon një femër me uniform mund ta mendoj patjetër që gjëja kryesore që mendon është që kush e di sa e vështirë mund të jetë si punë, sepse normalisht përballesh me situata nga më të ndryshmet dhe ke vështirësi pafund, por që secila vajzë nëse e mendon që mund ta bëj si punë, nëse ndjen veten që po, që do ta tregoj veten e saj te pjesa e uniformës, pse jo? Kur hyn në shtëpi me uniform, mendon se tashmë ke një lloj impakti më pozitiv në rrugëtimin të në përlagje, si mendon? Mendoj që po. Ndikon për shumë, domethënë është komplet diçka tjetër. Ndryshe është që ti jesh, domethënë me uniform, jep komplet një impakt tjetër. E kuptoj. Këtë e ke vëre vetëm në përlagje, apo kur hyn në dyqane, kur hyn në për avje të ndryshme? Pjesa e uniformës është nga kjo, sidomos për të parë uniformën. Sidomos te puna jon, sepse siç e thash, ka qenë punë historikisht vetëm me meshkuj. Dhe kudo që jemi, sidomos në fillimet, ishin të gjithë që wow, domethënë antikontrabanda me femra ishte diçka komplet e re. Por që me kohën sigur u mësuan të gjithë. Kuptoj. Mendon se të paturit një partneri brenda profesionit do ishte më i mirë se një partner jashtë uniformës? Jashtë uniformës. Brenda normalisht mund ta kuptoj shumë më shumë pozicionin që ne kemi, sepse fundi ai do ta shikonte vetë se si është puna dhe si është e organizuar, sepse dikush nga jashtë normal mund ta ketë shumë më të vështirë që ta kuptoj që puna jote është që ti jesh në terren, që ti jesh ndoshta edhe shumë orë. Kështu që patjetër që dikush nga brenda mund ta kuptonte shumë më mirë. Juliana, shumë faleminderit, jeni vërtet frymëzim. Jam shumë e lumtur që kisha juve sot në programin ton, në serinë ton të podcastit. Faleminderit shumë për devotshmërinë edhe për përkushtimin tuaj në punë dhe ju uroj shumë suksese në arritjet e mëtejshme të planeve tuaja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve.